Në fakt, duhet ndaj me ju që nuk jam dje refyer nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të ti e turpërojnë parlamentin, por jam djerë e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën, që në mendimin tim e menaxhoi shumë keq, në mënyrë të turpshme, dhe me mos distancimin nga ana të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit, për gjuhën seksiste që u përdorën nga kryetari i grupit parlamentar tuaj. Dhe pse e them këtë? Unë dje kam mbajtur 2 fjalë. Jam marrë me çështje direkte që prekin të gjithë qytetarët. Të paktën në zonën ku unë banoj, shkolla e Durham, dhe fola gjatë për problematikën e asaj shkolle dhe për nxënësit që nuk mund të ndjekin nuk mund të shkojnë në shkollën e tyre, po ndjekin klasa me turne në shkollat e tjera.